Për rreth 4 orë KTT-n, zyrtar të lartë të klubit të mirënjohur turk të Galatasarayit kanë qëndruar në ambientet e klubit të futbollit flamurtari. Vizita e cila konsiderohet mjaft e rëndësishme për të ardhmen e klubit vlonjat u zhvillua në kuadër të një projekti bashkëpunimi afatgjatë mes dy klubeve. Delegacioni turk përbëhej nga drejtues të lartë të Galatasarayit, si dhe nga agent të njohur sportiv të lidhur me këtë klub, të cilët u pritën në katin e dytë të stadiumit nga presidenti flamurtarit Sinan Idrizi. Takimi ishte i gjatë dhe i detajuar, duke u fokusuar kryesisht në drejtimin e një partneriteti strategjik që synon zhvillimin e infrastrukturës sportive dhe ngritjen e Akademisë së Flamurtarit në një tjetër nivel. Në qendër të diskutimeve ishte bashkëpunimi në fushën e Akademisë të Rinjve, ku parashikohet ndërtimi fushave stërvitore në pyllën e sodës, moderne, terreneve sportive, sallave multifunksionale dhe ambienteve të përshtatshme për ushtrimin e disa disiplinave sportive. Qëllimi kryesor i këtij projekti është krijimi i kushteve bashkëkohore për formimin e sportistëve të rinj, duke ngritur Akademinë e Flamurtarit në një tjetër nivel krahasueshëm me standardet europiane. Bashkëpunimi mes Flamurtarit dhe Galatasarayit nuk do të kufizohet vetëm me infrastrukturën, palët diskutuan gjithashtu për shkëmbimin e eksperiencave me stafeve teknike, trajnimeve të përbashkëta për trajnerët dhe specialistët e fushave të ndryshme, si dhe mundësi konkrete për shkëmbime lojtarësh, veçanërisht të rinj premtues që mund të përfitojnë nga eksperjenca e një klubi të madh si Galatasaray. Gjatë bisedimeve, grupit ju bashkua edhe kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, e cila shprehu mbështetjen e institucioneve vendore për këtë projekt, duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për zhvillimin e sportit në qytet. Në takim, ishte i pranishëm edhe zëvendës presidenti flamurtarit Kreshnik Qipi, ndërsa gjatë një komunikimi për televizionin 6+1 Vlora, lajmin e konfirmoi vetë presidenti i klubit të flamurtarit Sinan Idrizi, i cili vlerësoi interesin e treguar nga klubi turk dhe rëndësinë që ky bashkëpunim ka për të ardhmen e flamurtarit. Sipas burimeve pranë klubit, pritet që brenda 2 ose 3 ditëve të ardhshme të bëhet prezantimi zyrtar i projektit, i cili konsiderohet ambicioz dhe me vizion afatgjatë. Edhe sipas Idrizit, ky projekt synon jo vetëm ndërtimin e terreneve sportive moderne, por edhe ringritjen e Akademisë së Flamurtarit në një stad të lartë zhvillimi, duke kthyer klubin vlonjat në një pikë referimi për formimin e talenteve në futbollin shqiptar.